محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimet I takojnë vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut të madhëruar. Njëherët dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij I fundit tek njerëzimi, kreu detyrën me të cilën e obligoi Allahu I madhëruar dhe na la neve në rrugë të drejtë të mbar, që nëse I përmbahemi nuk do të humbim as në këtë botë e as në botën tjetër. Të nderuar vëllezër besimtar, vërtet njeriu në këtë botë ka disa dëshira apo ka disa synime të cilat dëshiron që t'i arrijë në jetën e kësaj bote. Para se t'i shohim dëshirat, synimet apo qëllimet e njerëzve në këtë botë, vetëm dua t'u kujtoj juve dhe vetes sime se qëllimi final dhe synimi final I jonë në jetën e kësaj bote është me arrit kënaqësinë e Allahut Teala. Pra këtë kush e ka për qëllim që me arrit kënaqësinë e Allahut Teala në jetën e kësaj bote, ai e ka arrit ato që synon edhe pas kësaj, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Dhe sado që njeriu arrin të mirat të kësaj bote, por nuk e ka arrit kënaqësinë e Allahut, ai nuk është I sigurt se do të shpëtoj nga fatkeqësitë, nga sprovat, nga vështirësitë e kësaj bote, po edhe aq më pak është I sigurt se do të shpëtoj në botën tjetër nga zjarri I xhehenamit. Andaj, nëse njeriu I realizon tërë ato çka synon, por nuk e ka arrit kënaqësinë e Allahut Teala, ai nuk është I garantuar. Ai nuk do të shpëton. Edhe në këtë botë nuk do t'i vjen fundi mirë, e në botën tjetër do t'jetë edhe ma keq. Sepse Allahu Teala na tregon kush është I garantuar dhe I shpëtuar. Faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Pra, ai cili është ruajt nga zjarri, ai cili është I mbrojtur nga zjarri I xhehenamit, wa udkhila al-janna, edhe hyn xhenet, faqad faz. Ky ka korr fitore, ky është fitimtar, ky është fituesi. Derisa nuk të arrin që kjo fitoria për me hyrë në xhenet, krejt tjera që I ke bon nuk t'japin kurfar garancioni, nuk t'japin ndonjë shpresë të madhe se do t'jesh prej xhenetlive. Andaj njeriu këtë botë dëshiron që të arrijë sa më shumë, secili në atë drejtimin apo në atë profesionin e vet. Dikush që është I dhënën mas të mirave materiale, ai nuk naqet pa I pa në kontën e tij një 9 numra, 10 numra, 20 numra, do të thotë pa I pa milionat. Ai tjetri nuk I lën milionat në kontën e tij, po investon, blen tokë, thu që ajo tokë e xhenetit është. Ai tjetri blen shtëpia, ky tjetri blen kerre. Pse? Se shejtani ja ka botë ca, ka thonë ti që tu e fiton xhenetin. Ti që tu e fiton perspektivën, ardhmërinë tonë të kësaj bote dhe botës tjetër.
Dhe ky ka punu, ka bo atë shumë pasuni, sa që me bo me vdek sot, edhe 100 vjetë mrapa 200, pasunia tina është funksionale. Po a është duke shku në halal në haram, Allahu alem, pastaj varet prej trashëgimtarëve ti që shfrytëzojnë. Dhe jeta ju në përditshme po na jep shumë shembuj se sa njerëz që janë kanë rob të pasunisë kanë vdek, edhe familjarët e tyre as rahmet nuk bojnë me shpirtin e tyre. Dikush tjetër vllazën është i dhonë mas pozitës, edhe dënë gjithmonë me qenë i pari në shtëpi, i pari në lagje, i pari në qytet, kryetari komunës, i pari në shtet, kryetari i shtetit. Do të thotë, aje ka qëllim pozitën dhe nuk nalet, nga njëherë nuk zgjedh mjetë dhe mënyrë për me mërin qatë pozitë. Gjitha rrugë ti përdor, a halal a haram, a i ka me ardhi i pari me kam. Muslimani kështu nuk i lejohet. A i tjetri, a halal a haram, a i pare do të me bo. Sa është me rëndësi ta shtu shi bën, me rëndësi me pas pare. Ky tjetri me rëndësi me qenë pozit, a i vjedh votat, a i blej me pare, a i kërcënej me arë me njerëzit, a i kërcënej me familje, a i kërcënej me diçka tjetër. Problemi tina është, po qëllimi tina është shka? Me mërin pozit. Ky tjetri synim e ka me koni famshëm, autoritativ. Tash me koni famshëm, autoritativ, bë diçka që nuk e bojnë këtë populli, ty të qesin atje të bojnë me emen. Edhe e keni pa tash, më falni, edhe ata që kanë runa zët, ata që kanë edhe smundjen ashtë në trupin e tyne, dalin i publikojnë ato edhe dalin në fletat e para të ballinave të gazetave, apo dalin në për televizione private apo publike. Ata tjirt lakuriqohen dalin deshën, edhe kuptohet gjinin femrore, si të lakuriqohen një qesin atje në për ballinat të gazetave apo në për televizione të ndryshme. Dikush tjetër nuk e ka trupin, nuk lakuriqohet, po fol diçka të kundërtën me ato që është realitet, edhe bjen në qendër të vëmendjes. Pra nuk ka pasuri intelektuale, nuk ka background intelektual mas vetit, atër me shka me dalë s'ken, fol diçka që s'kan fol njerëzit, edhe unë të qes pe i gojes tem, e tash unë të bahna dikushi. Qysh e thojnë arab të vjetër, khalif të oref, kundërshta, se bashi një orë kanë me të njoft njerëzit. Disa të tjerë dëshirojnë që edhe materialisht ta komprimitojnë shtetin, duke ble qka tituj shkencor. Dhe kur ma kesh në popullin tonë së konë, se sa që kjo kohë. Ndash në Kosovë, ndash Shqipni, ndash Macedoni. Kje pare, bash magjister, bash doktor i shkencave, i merë një 2-3 magistratura, një 2-3 doktoratura, edhe bohesh dhe thëtë, qka bohesh intelektual në thojza. Këta bohen njerëz të pa ditur me tituj shkencor. Pra këto janë disa nga qëllimet, disa nga aspiratat, nga synimet e njerëzve, e që nuk do të me qenë tek ne muslimanet. Jo pse ne musliman nuk dëshiroj me qenë autoritativ, nuk dëshiroj me qenë të dishum, nuk dëshiroj me qenë të pasun, jo edhe ne e synojmë atë, por para kësaj ne dëshirojmë me pas pasurin shpërblimen se vape, me pas rahatit e ka Allahu Teala, para kësaj, para se me knaq ato dëshira tona, dëshiroj me knaq kryusin, se kur të knaqet Allahu, pastaj ne mundësën me u knaq edhe neve, edhe të tjerve me u knaq me neve. Andaj, disa njerëz harrojnë se këto gjana nuk arrihen let. Jam syjnë apo ju hynë këtyne gjanave dhe jesin në rrugë, nuk munden me mëri. Atër qka bojnë? Përdorin gjithë shka vesh me arrit atje ku synojnë. Këta që kanë synu pasunin, mesin në rrugë, nuk munden me u botë pasën, qka bojnë? I përdorin bonkat. Nuk ka mundësi me zhvillu biznesi, shka mere 1 milion, i këthen 1.100.000, mi u kryo muhabeti. Shka mere 2 milion, i këthen 2.100.000, mi kryet muhabeti. Pra me pare haram, këj dënë me u boj pasën. Këj që s'ka autoritet famë, s'pe qëtë kërkush aty në media, s'pe i përmenet e emni kërkush, të kërkush, s'pe njef kërkush, qka ka me bo këj? Këj ka me thonë diqka, për me dalë në qendrëve menës, përdorin rana, rajnë. Tjetër, shpifje, bojnë shpifje. Tjetër, bojnë mashtrime, bojnë keq interpretimet realitetit, edhe me që ato, rënat, mashtrimet, shpifjet, keq interpretimet, ata dalin qendër dhe vëmendjes, edhe njerëzit, normal që shumita i marrin ato që ka ju servohet para kanaleve televizive. Disa të tjerë bien qendër dhe vëmendjes, edhe mundohen me fitu simpatinë e njerëzve, qofshin ata të mira po të këqij, duke i etiketu tjirt,
duke i klasifiku njerëzit me grupe, ky grup kështu e, ky grup kështu e, ky grup kështu, krejt i bën të keq, veç vetë deli mirë. Andaj, këto metoda të ngritjes së personalitetit, këto metoda të ngritjes në pasuri, në famë, i kanë përdor gjeneratat e mahershme. Për ata pa tjetër na lidhet neve këto rasti i Musaut a.s. dhe i Faraonit. Faraoni, a i mbreti zullumqar, gjitha metodat i ka përdor për çka? Me met në pushtet, me kanë i pari, me kanë njëshi aty në popullin e tij. Gjitha metodat i ka përdor. Kur ka ardhur koha, edhe vrasjet, edhe maltretimet, edhe dhunimet, edhe persekutimet ja u ka bën njerëzit pavajshëm që nuk e kanë pranuar ato se është i pari, se është Zoti i tyne. Dhe ai e ka publikuar para masës së gjerë, ju ka thonë ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj më i lartë. Çfarë Zoti tjetër po tani? Dhe e ka përdor krejt aparatin shtetënor kundër thirrjes së Musaut dhe të Harunit alayhis salam. Se ata e thërshin rrugën e Zotit, dhe thëshin ti nuk je më Zoti, ti je rob i Zotit, Zoti yt edhe Zoti jon është Allahu. Ai thekë Zoti ju jam unë, çfarë Zoti tjetër po tani? Edhe kështu ai përdor këtë gjitha mënyrat edhe metodat, qofshin ato të lejuara apo ndaluara, çka për me rrit autoritetin. Dhe një nga metodat që e përdori për me sfidu të dërgumin e Zotit Musa a.s. është se i përdori magjistarët, i përdori sihirbazët dhe e mbledhi popullin në numër të madh, numër i pacaktuar, Zoti din sa ka pas. Krejt i mblodhin në një shesh, sa të shohin syt veç njerëz. Edhe i tha Musaut a.s. hajde tash e provojmë pushtetin tënë edhe temin. E provojmë atë dijen tonë edhe temen, atë autoritetin tonë edhe temen. Këtu tha kena me dalë në publik. Dhe nëse ti më sfidon, tha mua, unë kam me të besu ty. Nëse unë të sfidoj ty, tha ti ki me besu mua. Musa a.s. pak u friksu pak, e pat një shqetësim, po Allah e forcoj, edhe garantoj që të del në garë me Faraonin. Dhe Faraoni kishte përkatit një ushtrit madhët magjistarve, Ibn Kethirin tefsirin e tij e përmend, 12.000 magjistari ka qitë në shesh atë dite. Para mendoj e masa e madhe, a kënena ka në shesh janë dalë për para, 12.000 magjistar. Disa prej djetarë thojnë 15.000 magjistar kanë qenë kundër Musaut a.s. atë dite të madhe. Edhe çka ndodhi? Allahu Gjellëshanuhu e përgëzoi Musaun a.s. Edhe na përgëzoi edhe neve, sepse e ka prej pak një frikë, 12.000 magjistar kundër një pejgamberit Allahut, ka gjë vështirësi e madhe. Dhe Allahu Gjellëshanuhu e inspiroi Musaun, e ngushëlloi Musaun, po edhe të njëjtën kohë i kërcënoi kundërshtarët e Musaut me një fjalë, me një pjesë të Kur'anit. Pra, që ishte kërcënim për magjistarët, Faraonin dhe pasuesit e tij, ishte ngushëllim për Musaun edhe ata pak pasues që i kishte Musau mas vetit. Cila ishte ajo fjalë? Ishte fjala e Allahut, wa qad khaba man iftara. Wa qad khaba man iftara. Çfarë do të thotë? Është i dështuar. Është i dështuar kush? Ai që shpif. Është i dështuar ai që mashtron. Është i dështuar ai që shpif, ai që rën, ai që mashtron. Kur ja tha këtë fjalë Allahu Musaut alayhis salam, ai atëherë u knaq. Pse? Ai e di ke vetën se ky nuk është mashtrues. Ky nuk është çka? Shpifës. Ky nuk është gënjeshtar, nuk ka rëndës. Edhe doli para Faraonit, para magjistarëve dhe në ngjarjen në histori e dini krejt se ata i hodhën spari ato mjetet e tyne, disa litar të vogël që u shndruan në xharpnoj po ecin. Dhe njerëzit që ishin pasues të Musaut u tutën pak, kur i paën gjithë ata xharpnoj. E Allahu Teala çka i tha Musaut, hodhë shkopin tën, e hudhi shkopin, u shndruan i xharpët madh, i përpiu krejt ata xharpnojt e vogël. Ata çka ishin do të thotë mashtrimet e magjistarëve. Dhe kur ndodhi kjo ngjarje, e numri njerëzve vetë Zoti e din sa i madh ka qenë, magjistarët ishin që kërkonin hakun, edhe dishin se ajo që po e bojnë është mashtrim, ata thanë, na po i besojna amanna bi Rabbi Musa wa Harun, apo në ajete tjera amanna
bi Rabbi Haruna wa Musa, na po e besojmë, tha, Zotin e Musës edhe të Harunit. Kështu tash. Këta që ishin dalë me i mashtrua njerëzit tash pe pranojnë hakun. Dhe Faraoni tash po i kërcënon edhe këta, tha, po besoni, tha, ju në Musaun edhe në Zotin e tina, pa ju dhonë unë e leje, tha, pa ju dhonë unë e izën. Që do të thotë se mashtruesit, gënjeshtarët, edhe këta që bojnë shpifje do të dështojnë këtë botë, e dështimi edhe më i madh është në botën tjetër. Andaj Musa a.s. u garantue prej anës Allahu Teala se ka me fitu kundër mashtruesve, kundër shpifësve, kundër gënjeshtarëve. Dhe Ibnul Qayyim thot, është një garancion prej Allahut subhanahu wa taala se patjetër kanë me dështue shpifësit, mashtruesit, gënjeshtarët. Edhe populli çka thot? Se kjo iftara që përmenet përdoret edhe në gjuhën popullore, thojnë filani po bën iftire. Mos bën iftire se është gjëna i madh. Iftire do të thotë me bë shpifje. Me bë shpifje, me bë etiketime ndaj atyne që nuk i kanë ato gjana që janë gjesin. Andaj gjithmonë vllazën edhe në popullin ton, ata që kanë bë iftire këqyrin kohën e komunizmit, ata që e rrehshin popullin, ata që maltretojshin, ata që i mytshin baballar ton, kanë myt burra dhe gra, veç pse kanë fol hakun për këtë vend, për këtë popull. O vllazën kanë myt hoxhallar, veç pse e ka luftu pa drejtësinë, e ka luftu armikun. Dhe gjithë e keni shembullin e hoxhës Mulla Idris Gjilani, që ka qenë imam në Hogosht, të cilin e kanë zanë komunistat, edhe e kanë bart Mikali, 10 ora po ma shumë e kanë qunë Gjilan. Dora e një shqiptari që ka fol shqip, e ka djeg me naft në burgun e Gjilanit. Hoxhen e nderuar Allah e mëshiroft. Kanë boj ftire në popull për të, kanë boj shpifje, ka thonë kjo mashtrues, kjo tradhtar, kjo peshen popullin, dalalet peshen humbje. Ai veç ka dasht me da shapin prej sheqeri. Ka luftue për çka? Për fe edhe për vatan. Këshire tash, ai ka vdek që 60 sa vite, në fakt e kanë djeg komunistët, sot e asaj dite populli jon, edhe popull tjerë i qojnë rahmet hoxhës së vdekur. Ndërsa ata që e kanë djeg kanë përfundu tragjikisht. Ata që kanë myt njerëz kanë përfundu tragjikisht. Shumë prej tyre kanë përfundu çmendën, shumë prej tyre kanë bërë vetvrasje, shumë prej tyre i ka vrarë vet armiku. Ju e dinin vitet e 70, 80, 90. Ata që ishin dorës gjatun e këtina fqiu ton veri që e kemi. I shfrytëzojke, në fund çka ju bëjke? I mytke. Para mendo kush bën iftire, kush bën shpifje, kështu përfundon tragjikisht këtë botë. Po në botën tjetër, Zoti e din, dënimi është shumë edhe më i madh runa Zot prej tina. Andaj vllazën, njeriu do të me pas parasysh këtë rregull. Nëse bën iftire, nëse bën shpifje, nëse bën mashtrime, rregull është i Allahut. Wa qad khaba man iftara. I dështuar është ai që bën iftire. I dështuar është ai që bën shpifje, që bën gënjeshtra, që bën mashtrime, që bën etiketime ndaj njerëzve të pafajshëm. Andaj njerëzit për me arrit autoritet pozit, me bo emen, me u bo të dashur të ata të cilë nuk e dojnë Allahun. Bojnë iftire ndaj njerëzve musliman. Bojnë iftire ndaj shtëpive të Allahut. Bojnë iftire shpifje ndaj institucionit ma kredibil dhe autoritativ bashkësisë islame. Thu se këtë institucionit i kanë rregullue, këtë po shkojnë në rregull, po funksionojnë, veç ka met shohrën gosht bashkësisë islame. Edhe çka si etiketojnë hoxhallarët të cilët mundohen ta stabilizojnë popullin, ta stabilizojnë vendin, mundohen ta promovojnë islamin burimor tradicional, mundohen ta luftojnë ekstremizmin, radikalizmin, etiketohet edhe i pari i bashkësisë islame për runa Zot, për gjana të cilat as mendja atyne jo besimtare nuk ju shkan me i thonë, ndo prej mesin e besimtare, prej mesin e atyne që edhe ata thonë se janë musliman, etiketimet të një pas njëshme. Andaj vllazën, na si besimtar do të me i pas parasysh disa udhëzime, disa mësime, se suksesi në ne, suksesin të cilën e synojmë në jetën e kësaj bote, është krijesa e Allahut. Allah e ka kriju suksesin. Dhe ja jep suksesin ku na don Allahu xhaleshanuhu. Është në dorën e Zotit. Ti s'mundesh me bëj suksesshëm pa të bëu Allahu xhaleshanuhu. Ti mundesh me punu 40 ditë po buk s'ki me hangër.
Ky tjetri mundesh me punu 4 vjet, po ka të njëjtën me hongër. I ka dhënë Zoti xhaleshanuhu, atij suksesa meriton, edhe këtij suksesa meriton. Dikush mëson ka 10 orë, 12 orë, nuk mundet me i krye studimet. Dikush mëson 2 orë, i kryen studimet. Suksesi është i garantuar tek Allahu, nuk ka tek njerëzit. Na veç sebepet i bojna. Andaj pra duhet me ditë se çdo njeri që dëshiron të arrijë sukses duhet të përmbush rregullat e suksesit. Dhe rregulla e suksesit është me shku rrugës së drejtë, rrugës të cilën na ka treguar Allahu dhe na ka treguar dërguari i tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai cili don me mri sukses, po nuk e ka rrugën e qelluar, ai ka me dështue. Sikur ai për shembull që ka me dal për te detit, edhe tash është me bicikël ose me motor ose me kerr. Thotë unë qëllim me kon i suksesshëm me mri atje në anën tjetër detit. Do të më thonë aty në ka dale, në le biciklën, në le motorin, në le kerrin, hip tu në traget, edhe dela nena, thotë ja marrën e drejt shkëthet, pse me hypa aty në shpejteci. Shpejteci, kës do me anije me po 5-6 orë, dan me kerr për 1 orë 2, edhe hin kë me kerr. Ka dal edhe zhytën në fund detit, në fund liçenit, ku ta diune. Dikush tjetër thotë unë du me mrin majet malit. Ka dalë beri kësaj rrugës të asfaltuar, jo ç'saj le bie. Shkon me gropa, hop, përmbytet dikon atje. Beri rrugës të sigurt se knina ka e gërsina, s'më intereson. Unë vesh ka me mrin majet Kotrës. O s'monesh me mri me rrugë gabume, o ka me mri. Tu shku e ha nojqit, e ha në qend e egër, e ha në gërsinat e malit. Andaj besimtari jo kështu, suksesin gjithsesi, amu vetëm përmes rrugëve të ligjësume, përmes rrugëve të lejume do të me kërkuar suksesin. Sepse njerëzit mendojnë se janë të suksesshëm nëse i përdorin rrugë të paligjshme. A keni me i thonë ju një njeri që është trafikant i drogës, e shet edhe blen drogën, jo shpërndan njerëzve, ka bo miliona, keni me i thonë i suksesshëm? Jo. Qa keni me i thonë? Keni me i thonë trafikant i drogës. A është i suksesshëm ai që vjedh, i ka bo 1 milion, 2 milion të vjedh? Jo, ai është i dështuar, edhe pse në sytë e disave duket i suksesshëm. Ai që trafikon qenjet njerëzore, i shet femrat, i merr atje dikun spepërmeni emrat e i shet knina ka Evropa. A është i suksesshëm? Jo, i dështuar është ai. Andaj pra nuk është qëllimi veç me pas, po është qëllimi me ditë ka pe merr ato që e kije, qysh pe shfrytëzon, ka po shkon ajo që e kije në dorën tënde. Andaj njeriu me shpifje, me rënë mashtrime nuk arrin qëllimin e kësaj bote, e lemo me arrit qëllimin botën tjetër, xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pa tjetër edhe njëherë kthehemi të ngjarja e Musait dhe Faraonit. Ata që deshen famen, magjistarët e kërkuan shpërblimin nga Faraoni. Për çka? Për shkak se po i ndihmojnë atina me met në pushtet. Që ta shti këta me famë e autoritet. Për para e kanë. Edhe këta magjistarët, famën, autoritetin që ishin magjistarët zot e bëjshin për pare. Pse? Faraoni i paguaj ka ata për me meta në pushtet. Edhe ai pëmon pushtetin çka? Me forcë dhe me pare. Dhe Musa alayhis salam kur i pa magjistarët se po mundohen me u bë të famshëm për shkak të pareve të majme që ja ofroi ke Faraoni, ju tha: "Wailakum la taftaru ala Allahi kadhiba fa yushitakum bi'adhab." O të mirët ju, o mjerimi tha qof për juve. Mjerimi qof për juve, po mos shpifni ndaj Allahut ndonjë rën, mos shpifni ndaj Allahut kësi farë gënjeshta se gjoja se jeni magjistar. Mos shpifni, sepse do t'ju shkatroj Allahu me ndonjë dënim të ranë, me ndonjë dënim të dhimbshëm. Andaj edhe na atyne që bojnë iftira, që bojnë shpifje, ju themi mjerimi edhe fundi i errët ka me qenë për ata edhe pasusit e tyre, derisa ata të mundohen të shpifin rana ndaj Allahut, ndaj pejgamberit apo ndaj besimtarve musliman. Pra, vllazën, mos të harrojmë se suksesin duhet kërkuar gjithsesi, dhe ne besimtarët musliman jemi me meritorë të jemë suksesshëm. Ama gjithherë, edhe çdo herë, edhe në çdo kohë dhe në çdo vend përmes rrugëve të ligjshme, të cilat i ka lehtësuar Allahu apo i dërguari i tij pejgamberi alayhi salatu wassalam. Allahu ata të cilët bojnë iftira, iftire, shpifje, etiketime, mashtrime, i drejtoft e i udhëzoft. Dhe nga jo rrugë e devijuar Allahu i largoft, e neve nga mashtrime, dinakrit, iftiret e tyne Allahu na mbroft, edhe na shpëtoft. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin wa ba'd. Pastaj të nderuar vëllezër, mos harroni se shpifjet janë të lloj-llojshme. Këto iftiret janë shumë të rrezikshme. Po shpifja më e rëndë është që i bëhet Allahu xhalla shanuhu. Shpifja më e rëndë është në raport me krijuesin, me Zotin ton, duke i përshkruar Allahut ato që nuk i takon atina, duke i mvesh Allahut ato që nuk e ka Allahu, duke thonë se ka thonë kështu Allahu, pa thonë Allahu hiç. Runa Zot. I kesh përdorin fjalët e Allahut për interesat veta. Duke thonë se harami është i lejuar, apo duke thonë se halali është i ndaluar. Disa runa Zot halalin e ligjsojnë. Pse? I bojnë iftire rënd ndaj Allahut, për çka? Për me fitu simpatinë e xhamatit. Për me fitu çka? Termin djalë liberal, djalë i modernizuar, djalë i kulturuar, djalë i integruar. Pse Pepin ka pak, ha? Ka pak po lung kështu edhe anena edhe tash e merr një emën të mirë edhe bën iftire ndaj Allahut. Lejohet ka pak birra, lejohet ka pak bixhozi, bastorët sportive, lejohet ka pak me nejt me gratë huaja. Jo fort shumë, veç ka pak të jesh në zina. Lejohet ka pak me marr në bank, të falimentojsh të bankrotojsh krejt. Lejohet ka pak me mashtru me rrajt gruan, me rrajt këto, me rrajt ato, edhe i ka shel dyert e haramit runa Zot. Andaj iftirja, pra shpifja me aron është në raport me Allahun xhalla shanuhu. Shpifja e dytë është ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke ja mvesh atina disa veprime, disa punë që si ka bë hiç, edhe me kesh përdur fjalët e tina. Rona Zot. Disa nemen të Allahut, nemen të pejgamberit vrasin njerëz të pafajshëm. Kesh përdoret emri Allahut, Allahu Akbar, bum, xhami, eksplodon. Allahu Akbar, bum, në ambulant i myt njerëzit. Në shkollë, kesh përdoret emri Allahut subhanahu wa taala. Bëhet iftira Allahu dhe njerëz tash po menojnë, këta që s'po lexojnë, po menojnë si thush Allahu Akbar, se këta të eksplodojnë me njëherë. Jo more, jo. Jo more, pa neve më na kontrollu që tu asni brist mollave se kemi me veti. Na jemi të përgatitur me tira sene, jo me armë të hekurat. Andaj pra, disa e kanë kesh përdor emrin e Allahut, disa e kanë kesh përdor imazhin e pejgamberit, e paraqesin pejgamberin pejgamber të dhunës. Ai ka thonë unë jam nebiur rahme, jam pejgamberi i mëshirës, te paraqesin të dhunës. Luftoni këta, luftoni ata, luftoni ata, luftoni ata. Jo nisin etiketojnë njerëzit, këta çafira, këta munafika, këta bidatxhi, këta kështu. S'laniri pa etiketuar ona Zot. Andaj do të me pas kujdes. Mos me kesh përdor fjalët e Allahut të pejgamberit. Për çka? Për me arrit diçka, apo për me po emën. I etiketoj njerëzit, ky ekstremist, ky radikalist, ky kështu, ky ashtu, çka veç të thëm diçka edhe dal në qendër të vëmendjes runa Zot. Shpifja e tretë e radhës është ndaj besimtarëve musliman, duke gënjye se ata janë kështu, ata janë ashtu, apo duke gënjye për gjëra të cilat ata nuk i kanë. Për shembull, disa po thonë këta që falen marrin parë. E mirë që tash kush po na çet parë këtu te dera e xhamis. 3 dyri kemi tash kur dalëm. Bëno të sinqert ndonjëherë, denoncon në rastin organet rënë, më thon po, na po falni, po na çesin parët e dera e xhamis. Çka kjo kështu? Ajo vajza ka qit një shami, masi u bë në kohën për me qit shamin, normalisht qesin këto se parë po marrin. Wallahi o rrezik që për shamia me marr parë dhe burrat i kishin qit shamia i kishin marr parët. Po morë çuçi po tonë që të tani harrën kryet muhabeti. Po shkojnë natën po falen, e kanë qitë që të farë të ri, diçka, sigurisht aty diçka natën, po zihet mrena në xhami, po zihet namazi natës, qyshja, leximi i Koranit, istighfari, dhikri, qyshja ka diçka, se na nuk vina këtë fare këtu. Ai tjetër ka shumë mjekrën sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, te Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut, e kështu me radhë, Imam Ebu Hanifes, Imam Malikut, Imam Ahmedit, Imam Shafiut, e të tjerëve, çka u bë? Po kënaqta po merr ka parë. Pse për mjekër tapin parë njerëzit ta? E çta djem të ri që s'po falen, e s'po xherojnë, këti kanë shumë mjekrat. E çta këngëtarët, e çta artistat, e sportistat, kush po i paguan më këta? Teatri apo teatri 300 euro si jap më. Andaj ka disa që çështu i etiketojnë njerëzit e pafajshëm. Disa po thonë këta kanë ardhur me qëllime të caktuara nga Turqia. Se Turqia këtu 500 vjet kanë tash i kalon këtu do pasues ku me dikta çapo dojnë me bë. Qysh po dojnë me kthy shtetin? Na shtetin e dim ka kemi të kthyme, ka Brukseli atje. Politikisht jemi kthyme ka Brukseli. A mo fetarisht, kur s'kthehemi ka Brukseli? Fetarisht jemi kthyme ka Meka, ka Çabja ku e kemi atje. Do të më ditë këto me kuptu vllaznia. Politikisht edhe fetarisht ndahemi në dy pole të kundërta. Pra me pas kujdes
Mos me etiketu njerëzit, mos me shpiv ndaj njerëzve, sepse është edhe kjo një prej runa zot iftireve të rrezikshme. Vllazën, është interesant me fol për këtë temë, kemi nevojë shumë, sepse secilët nga goja po i dalin fjalë, veç ruani gjuhën. Për hatër të Zotit, ruje gjuhën sa të falsh, kujdes çka po thuse për çat fjalë ki mu llogarit. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah, la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam wa fi rawaya fi nar jahannam 70 kharifa. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e Buhariut, robi Allahut flet fjalë me të cilat e i dhën Allahun, la yulqi laha balan, si anin hiç ka thënë, nuk i kushtove mendje. Hiç se ti çka ka thonë. Çka ndodh për atë fjalë që s'ka pas vëmendje, s'ka koni kujdesshëm. Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yahwi biha fi jahannam, rrshet për shkak të asaj fjale në zem xhehenamit bjen runa zot. Në transmetimin tjetër thot pejgamberi, yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa, rrshet te poshtë, rrogullisën zjarr te poshtë, 70 vite te poshtë zjarr xhehenamit. Shkan për çka për një fjalë që ka thon, po koni pa kujdesshëm te asaj fjale. E na sa fjali flasë me jemi të pa kujdesshëm, runa zot. Mas pari na o xhallar, pastaj edhe xhamati, pastaj edhe këta tjerë, ta mos nalen hiç. Wallahi në vllazën po ja them një hadith shumë interesant rrënçes. E tregon e Budherr, në transmetimin tjetër e tregon Aisha radhiyallahu anhuma. Se një ditë ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam me Aishën, ka kalu një gru pranë tyne. Pa ajo gruaja kishte qenë e shkurtër me trup. Edhe kur shkoi ajo, Aisha tha, oj dërgumi i Allahut, sa gru e shkurt. Sa gru e shkurt. O s'kush pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, o Aisha, wallahi tha ke thoni fjalë tron, që me marr ndeti me çita trubullok këtë detin. Subhanallah. E ka thoni fjalë që e ka pas ajo gruaja e shkurtë kon. Po konsiderohet gibet, po. Ka thonë çit fjalë me marr ndeti me çit këtë detin e trubullon. Runa zot, po ku janë fjalë tjera që i flasim në natën edhe ditën? Ku janë ata që shpifin, që ngjesin, që etiketojnë? Allah i shëroft se në mendoj se ata janë njerëz me probleme psiqike. Allah inshallah i shëron. Andaj vllazën, keni kujdes. Keni kujdes sepse njeriu tëna mundet me i bëvë rënën edhe mashtrimin s'mundet me bë. Rënën edhe mashtrimin nuk mundet me bë. Ebu Dherri tregon hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku pejgamberi ka treguar se njeriu sprovohet edhe në nderin moralin e tina. Edhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nga sprovat që i ka runa zot, ka thonë bjen edhe në zina. Edhe Ebu Dherri u çudit. Tha, ja Rasul Allah, e jezni l-mu'min, apo zina besimtari? Zinaja për gjënavët kopshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, naam, tha, po, mënet me ndodhë që bjen zina. Astaghfirullah. Pastaj tha, Ebu Dherri, radhiyallahu anhu, o i dërguari Allahut, e jesruku l-mumin, a vjedh besimtari? Gjëna i madh me vjedh, hajnia, tha, po ndodh, tha, lakmon, vjedh besimtari. Edhe në fund i tha, ja Rasul Allah, e jekdhibu l-mumin, a rën, a mashtron, a shpiv besimtari? Tha, la, tha, jo, tha, këto nuk mundet me bo. Se zinaja të mashtron, tha, sunia të mashtron, vjedh. Amo që kjo e funit nuk mundet me ndo tek besimtari me bo shpifje, me bo rëna. Rëna nuk mundet besimtari me bo. Andaj kini kujdeset, s'mundet me imagjinue besimtari i miri i devotshëm duke mashtrue apo duke bo shpifje. Sepse për ta Allahu ka thonë qartë, për ta ka thonë Allahu wa qad khaba man iftara, të dështuar, të falimentuar janë ata të cilët bojnë shpifje, që bojnë rana, që bojnë mashtrime. Allahu na ruajt neve edhe juve prej tyne, edhe prej këtyne cilësive të kopshme edhe të rrezikshme. Allahu na drejtoft, Allahu na udhëzoft edhe në rrugë të marrë dhe të mira, aty ku është i kënaqur, Allahu gjithmonë na bashkoft. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إلا الله محمد رسول الله